Bima e kudogjendur që trajton me dhjetra sëmundje. Në bazë të disa studimeve, rozmarina parandalon plakjen dhe vepron si antioksidant i fortë. Mund të përdoret në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, në përmirësimin e kujtesës, gjithashtu edhe në stimulimin e rritjes së flokut. Ndikon edhe në sistemin e tretjes dhe njerëzit e përdorin për lehtësimin e kapsllokut, ngërçeve të stomakut e të tjera. Shkencëtarët kanë vërtetuar se rozmarina stimulon sekretimin e vrerit, element i kyç në tretjen e yndyrnave, ndikon kundër problemeve të veshit, hundës dhe të fytit. Pas kësaj, lehtëson edhe dhimbjet që ofron një lehtësim për dhimbjet e muskujve dhe reumatizma mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll me këtë bimë. Ajo është e mirë edhe kundër problemeve të nervit sciatik. Shkencëtarët tregojnë se ekstraktet e rozmarinës përmirësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut dhe ndalojnë edhe humbjen e flokut dhe parandalojnë krijimin e zbokthit në flokun tuaj.